është një transmetim shumë i bukur nga gjeneratat e arta, të cilët kanë thënë të mos ja kaloj durimi haramit, po as begatia falënderimit. Kjo fjalë në fillim ndoshta shumë prej jush nuk e keni parasysh se çfarë është qëllimi i saj, sepse kjo është formulë. Dëshiron zbërthim. Kuptimi i kësaj fjale është pjesa e parë, të mos e kaloj harami durimin tënd. Do nuk bën që me pas durimin më të vogël se harami. Sepse nëse e ki, atëherë do të bësh në haram. Se harami mund të jetë shumë tërheqës. Prandaj ti duhet ta kesh sabrin më të madh se sa harami. Po si arrije durimi duke u trajnu, pse që kështë. Ashtu si që arrijet forca fizike duke ushtru muskujt, ashtu edhe është edhe ona psiqike. Duhet pra me u stërvit që ta fitojmë sabrin në mënyrë që të mos na muj harami. Dhe në anën tjetër, ana tjetër e monedhës, begatir. Mos me ta kalu begatia falënderimin. Do në jo me pas ma shumë begati e ma pak falënderim. Allah i madhe shumë në ka begatu në çdo aspekt. Normalisht që ai meriton falënderim ma shumë se çdo kusht tjetër. Prandaj ne dihet që nuk mundemi me falëndru në mënyrën të plot, po s'pakon në mënyrën që kërkon ai, që është i kënaqur. Çdo begati që begatohemi ti jemi falëndërues. Mos e harrojmë begatuesin. Nëse na i të furnizohemi me ndonjë fëmijë, ta falënderojmë krijuesin. Ndonjë sukses në tregti, ta falënderojmë krijuesin. Shëndetje, ta falënderojmë krijuesin, begatuesin. Prandaj këta ta kemi parasysh se shumë njerëz janë mohues me keqardhje. Dhe atë janë krijesa me dërtejt shumë të ulta. Për atë arsye le të jemi mesatar, as mos na muj harami durimin, po as begatia falënderimin.